Është kënaqësi të kthehem në Shqipëri dhe është fantastike që më kanë ftuar në kuvendin tuaj të mrekullueshëm dhe është privilegj t'ju përcjell përsëri urimet e Kristian-Demokratëve, por gjithashtu edhe nga kancelari, Zoti Merc, i cili është kryetari i partisë tonë edhe një mik imi i afërt. Ju përcjell urimet e Zotit Merc. Për ne në Gjermani, si Kristian-Demokrat, është e rëndësishme të dimë që të kemi aleatë të cilët ndajnë të njëjtat ide me ne kudo në Evropë. Dhe pikërisht këta jeni ju. Jeni aleatë që mendojnë si ne. Faleminderit shumë për këtë. Dhe ne duhet të nxisim më tej bashkëpunimin. Partia juaj me sukses i ka dhënë formë Shqipërisë në të kaluarën dhe Sali Berisha personalisht i ka meritat për këtë. Në të njëjtën kohë, i dashur Sali, më vjen mirë të mësoj se ti ke edhe partinë e vogël republikane edhe mikun ton Fatmir Mediu në krahun tënd. Së bashku, ju e futët Shqipërinë në NATO. Kjo ka qenë një arritje e madhe në të kaluarën, por shërben si një gur themeli edhe për të ardhmen. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse për të fituar zgjedhjet e kaluara nuk mjafton. Maksimumi mund të konsiderohet si një burim i besueshmërisë. E rëndësishme për të fituar zgjedhjet është të japim optikën për të ardhmen. Tona në bazë të lirisë të dinjitetit për çdo individ së bashku me pragmatizmin ekonomik. Kjo do të përcjell optikën e së ardhmes. Dhe po, Shqipëria meriton më shumë. Shqipëria mund të ecë shumë më mirë se sa në qeverisjen aktuale. Lufta kundër korrupsionit është një parakusht i rëndësishëm për një paqe dhe prosperitet të përhershëm. Partia Demokratike na ka ne si Kristian-Demokrat, si aleatët e vetë më të ngushtë. Shqipëria e ka Gjermaninë si mik dhe unë personalisht jam i lumtur të jap kontributin tim të vogël. Le ta forcojmë këtë miqësi. Së bashku le të arrijmë më shumë për vendet tona përkatëse dhe për Europën. Dhe ju jeni pjesë e Europës. Jo vetëm që ne kemi një trashëgimi të përbashkët në Europë, por gjithnjë më tepër duhet të jemi pjesë e Europës në të ardhmen. Shqipëria dhe Gjermania të vazhdojnë të forcojnë në bashkëpunimin. Faleminderit. Gjithashtu, të pranishëm Zotin Thomas Künze, të cilin e ftojmë të mbajë fjalët e tij përshëndetëse për kuvendin. Dear Mr. Chairman Berisha, I nderuar Zoti Kryetar Berisha, të nderuar delegat, zonja dhe zotërinj. Në emër të Fondacionit Konrad Adenauer, ju uroj suksese
në këtë kongres të partisë. Partia juaj, Partia Demokratike, ruan një vend të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë moderne. Rënjët e saj në periudhën antikomuniste shërbejnë si baza e demokracisë dhe Shqipëria ka ecur mjaft përpara. Për shumë njerëz në Evropën perëndimore është e vështirë të përfityrojnë se sa e vështirë ka qenë jeta juaj në sundimin komunist në këtë vend. Për 40 vjet në regjimin e Enver Hoxhës, Shqipëria ishte një prej vendeve më të mbyllura dhe më të shtypura në botë. Dhe jo vetëm në Evropë, por kudo në botë. Njerëzit nuk mund të udhëtonin. Feja ishte ndaluar. Më shumë se 30.000 persona gjendeshin në burgje. Dhjetra mijëra të tjerë përndiqeshin ose dërgoheshin në kampet e punës. Familjet ndëshkoheshin për ato që kishte bërë babai apo gjyshi. Nuk kishte hapësirë për mendim ndryshe, nuk kishte hapësirë për shtetin e së drejtës. Shteti ishte gjithçka. Që prej themelimit të saj, Partia Demokratike nën Sali Berishën ka mbështetur më tepër lirimin e të burgosurve politik, të përndjekurve dhe të gjitha ata të cilët vuajtën gjatë regjimit komunist. Nuk duhet harruar se Partia Demokratike ka luajtur një rol të rëndësishëm në integrimin evropian të Shqipërisë. Zoti Klan dhe Zoti Bajer e përmendën këtë. Partia Demokratike, qeveria e Partisë Demokratike, bëri të mundur që Shqipëria të bënte kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2009. Kjo ishte historike dhe ishte një gur themeli rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë drejt Evropës. Fondacioni Konrad Adenauer erdhi dhe mbështeti këtë rrugtim për shumë vjet. Ne kemi punuar së bashku në frymën e demokracisë, lirisë politike, shtetit të së drejtës dhe integrimit evropian. Dhe vazhdojmë të jemi të angazhuar ndaj këtyre vlerave dhe partneritetit me ju në të ardhmen. Në çdo demokraci është e rëndësishme një opozitë e fortë dhe opozita nuk duhet vetëm të kritikojë, por gjithashtu të ofrojë zgjidhje të ripërtërihet dhe të marrë përgjegjësi kur njerëzit vendosin besimin e tyre tek ajo. Dhe pikërisht për këtë janë diskutimet e sotme. Unë ju uroj diskutime të frytshme, vendime të mençura dhe çdo sukses në këtë kuvend të partisë dhe në të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit.